Mizorisht, vetë Mehmeti provonte shpatën e tij mbi civilët. Masakrat osmane zgjatën 2 muaj. Njëra pas tjetrës ranë kalat e moçme arbre. Të gjitha, veç njërës. Ndër fortesat më të fuqishme të Arbërisë, Kruja ka një perimetër prej 800 metrash. Dhe është ndërtuar mbi një kresht shkëmbore të shkëputur nga mali i Tumenishtit. Krujës nuk i mungonte as furnizime me ujë nga burimet nëntoksore. Fshatrat përreth u zbrazën, ndërkohë muret po mbrohen nga ushtarë të rregjur. Legjendari Vranakonti kish vdekur vite më parë, por roli i tij u plotësua nga fisniku Tanush Topia. Na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.